Kryeministri britanik Andy Burnham të hënën luajti në Kitar dhe gjithashtu vizitoi një qendër tregtare të shkatruar nga një sulm rus, ndërsa po qëndronte në Kiev për të treguar mbështetjen e vendit të tij për Ukrainën. Vizita erdhi në ditën e pavarësisë së Ukrainës, ndërkohë që ai mori pjesë edhe në një takim të aleatëve që mbështesin Kievin me luftën kundër pushtimit rus, që ka hyrë tashmë në vitin e saj të 5. Ky ishte udhëtimi i parë i Burnham jashtë vendit, që kur mori detyrën si kryeministër muajin e kaluar. Në një moment, Burnham u ndal për të luajtur në kitar pranë një ushtari ukrainas. Sipas medias, Burnham luajti një melodi nga grupi britanik i rocku The Smiths dhe tha se besonte se muzika mund të ngrinte moralin në vijën e frontit të Ukrainës. Burnham gjithashtu shkoi në një qendër tregtare në Kiev që u shkatrua nga një sulm rus në maj, duke u përzier me vendasi dhe duke bërë selfie me ta. Lufta në Ukrainë është shpërsuar këtë vit me Rusinë që përshkallëzon sulmet e saj. Numri i vdekjeve të civilëve është rritur në nivelin më të lartë që nga muajt e parë të pushtimit të Moskës në vitin 2022. Përpjekjet diplomatike të iniciuara nga Shtetet e Bashkuara kanë ngecur, ndërsa Washingtoni është bllokuar në luftën e tij kundër Iranit. Duke folur më parë së bashku me presidentin Volodymyr Zelensky, Burnham u zotua se Britania do të vazhdojë mbështetjen për mbrojtjen e Ukrainës dhe krahasoi luftimet atje me përballjen e aleatëve me Gjermaninë naziste.